Në Gjermani vjen një lajm I mirë miq të dashur për rreth 6 milion punëtorë sa aktualisht paguhen me pagesa minimale për një orë pune, sepse në 2 vitet e ardhshme do të rriten pagesat minimale për një orë punë për të gjithë këta punëtorë. Partia Socialdemokrate në pushtet, e cila ka përsipër edhe Ministrinë e Punës dhe Çështjeve Sociale, ka premtuar se pagesat minimale për një orë punë të ardhmen do të rriten edhe më shumë. Por, komisioni ka vendosur pak më ndryshe e vendimet e tij janë të obligueshme. Ndaj, Ministria e Punës dhe Çështjeve Sociale Berbel Bas ka thënë se ajo do t'i realizojë këto rekomandime. Kështu, pagesat minimale për një orë pune për momentin në Gjermani janë 12 € e 82 cent bruto. Komisioni për pagesat minimale ka propozuar që pagesat minimale për një orë pune në Gjermani në vitin 2026 të rriten në 13 € e 90 cent. Ndërsa, në fillim të vitit 2027, pagesat minimale për një orë pune do të rriten edhe 70 cent tjerë, që do të thotë se në vitin 2027 një orë pune do të jetë 14 € e 60 cent më së paku. Kjo nuk do të thotë që të gjitha pagesat minimale për një orë pune do të jenë kaq, sepse në Gjermani disa deg ekonomike I kanë pagesat minimale edhe më të mëdha, që është natyrisht mirë. Por, kjo do të thotë se nga viti 2027 në Gjermani nuk do të ketë asnjë punë që paguhet më pak se 14 € e 60 cent për një orë pune. Këto janë pagesat bruto, miq të dashur, që do të thotë se nga këto pagesa duhet të paguhen natyrisht edhe tatimet dhe kontributet. Ndërsa këto çmime vlejnë natyrisht për të gjithë ata që punojnë me letra, pra me kontrata pune, sepse për ata që punojnë në të zezë nuk ka kurfar garancish, por për këtë grup nuk dua të flas shumë. Sidoqoftë të them se Komisioni për pagesat minimale përbëhet nga përfaqësuesit e punëdhënësve, sindikatave dhe antar nga shkenca si dhe një kryetar. Rekomandimet e tij do të respektohen nga qeveria, kështu që nuk pritet ndonjë ndryshim. Por, kjo nuk do të thotë që të gjithë janë të kënaqur me këtë rritje, në veçanti kur dihet se inflacioni vazhdon të jetë mbi 2% e në të kaluarën ka qenë edhe shumë I lartë. Kritika ka pra si nga punëmarrësit ashtu edhe nga punëdhënësit, që në fakt do të thotë se është arritur një lloj kompromisi I pranueshëm nga të dyja palët. Pra dhe njëherë, pagesat minimale për një orë pune në Gjermani do të rriten vitin e ardhshëm në 13 € e 90 cent për një orë pune, në vitin 2027 një orë pune do të paguhet më së paku 14 € e 60 cent, ndërsa pagesat e tanishme minimale janë 12 € e 82 cent për një orë pune. Të gjitha këto shifra janë pra bruto dhe nga ato duhet të paguhen tatime dhe kontributet. Të gjitha ata që jetojnë në Gjermani e dinë që tatimet janë tepër të larta. Nëse doni, ju mund të na tregoni këtu se si është puna me pagesat minimale në kompanitë tuaja, por shpresoj shumë që të mos jenë më të vogla se kaq. Në fakt, ligji nuk lejon që të jenë më të vogla në kaq, por ju nëse doni mund të na tregoni. Faleminderit që jeni me mua dhe mirupafshim dhe mos harroni ta shpërndani edhe këtë video. Së shpejti shihemi me informacionet e tjera.